ju bën përshtypje avokat që për shembull këtë kauzën e Ballukut, opozita në mënyra si po e trajton, sepse tani opozita e ka në dorë deputetët e Partisë Demokratike, atë USB-n me prova tek Komisioni i Mandateve dhe Imunitetit. Ndryshe nga gjithë herët e tjera, këtë ka vendosur që mos nxjerr asgjë, domethënë ato që ka parë, ka lexuar, ka dëgjuar atje, thotë ne nuk flasim se prishim hetimin. Juve ju bin kjo apo nuk ju bin? Absolutisht jo, nuk flasim jo se prishin hetimin, ose nuk duan ta ndihmojnë hetimit me atë që thonë, nëse e kanë. Ma ju po thoni që opozita do ta shpëtoj Ballukun. Absolutisht, po e shpëton, jo do ta shpëtoj, po e shpëton. Po e shpëton. Pse po e shpëton apo jo? Se i ka ushqyer dhe ata ta shikojnë të opozit. Ju thoni që mund të dalin emrat e atyre të opozitës tek dosja që kanë marrë tender. Të dalin janë thjesht fare një diçka më konkrete që është e prekshme dhe e qartë për qytetarët shqiptar. Pse nuk vajti në rjoll Berisha? Berisha tha që është herë e tretë dje që unë flas për ata banorët e rjollit që drejta do të jetë me pronën me më the thash. Ato i thot dhe maçi gjitonit tim. Ato i thot dhe maçi gjitonit tim, zotëri. Pse nuk vetë atje të dalë në mbrojtje atyre, se i bën thirrje. I bën thirrje se janë burrata, atyre u dha të drejtë gjykata. U dha të drejtë se kanë të drejtë. Por nuk është vetëm ai problem. Ka një problem tjetër në jug të Shqipërisë, i njëjtë me rjollin, në ujë të ftohtë të Pelenës. Vetë sjellin nga Akshi dokumentat të falsifikuara, zotëri, për të marrë një pjesë për të bërë një servitut të ujë ftohtë të Pelenës. Unë kam video do t'ua dërgoj. Pra, këtu është vënë në dispozicion të hajdutërisë një mekanizëm shtetëror që praktikisht është anti-shqiptar, është antikombëtar, është anti-njerëzor, që kërkon me çdo kusht që njerëzit të shti të vrasin njëri tjetrin. Këtu jemi në këtë situatë jemi, dhe për këtë fajtore është qeveria e Diramës dhe është ajo ashtu quajtur Aksh, ajo që ka se çikot kanë bërë. Unë do t'ju jap juve një provë të pakontestueshme, që se kontestojnë dot fare, se kanë provën në tavolinë këtu. Tjetër dokument dhe hartë kisha unë të pronës që kisha tek ambasada amerikane të garazhit tim, 25 metra katrore, në të cilën që harta e pasër e 2001-shit, dhe që kishin bërë, kishin ndryshuar në hipotek, atë planimetrin hartën, dhe kishin bërë tokë shtet. Zotëri, i thash një Alban Dokushi se shkenja atje, ati këtu i thash ti, se ju me këtë shkoni në burg, i thash, kush e ka falsifikuar hartën? Urdo hartën originale që ka mund, që ka marrë pronë, që ka blerë, që jam pronar i saj, dhe ka jako e ke tokë e zaçë islamit. Këtë tokë shtetë kush e ka bërë, i thash. Ngelen. Dhe tani më vonojnë dëm shpërblimin të gjykata e apelit. Pra, këta vjedhin me shtetër, zotëri. Këta nuk vjedhin se dhurin një hajdut xhepash. Po, pra hajdut të xhepave drejtësia funksionon telja. Këta nuk kanë drejtësi, këta kanë ngritur një gjykat inkuizicioni për kundërshtarët politik dhe gjithë lufta bëhet kundër atyre që nuk janë me Partinë Socialiste. Praktikisht familja në Tepelen është një familje e përndjekur që ka pasur historikisht probleme me komunistët shqiptar dhe duan t'ja çojnë xhaden, t'ja çojnë në mes të pronës. Ore nuk ka logjik njerëzore që ta pranoj këtë. Po s'ka ç'bën. E bën ai i çoi ruspa dje i mëtej të Pelenës. I çoi ruspa. Dhe po hap rrugën atje. Në një kohë që dokumentat i kam unë në zyrë, këtu tani janë të pastra fare. Është fare pasër prona. Po të doni të të kamera. Besoj avokat, po për gjitha këto, ju thoni që Partia Demokratike, këto grupe interesi, këto probleme të vogla, nuk po del në krah. Po nuk u del se dhe nuk do të dalë kur, po i siguroj, dëgjoni, të flas me qetësi të më dëgjoni me vëmendje. Partia e asociuar Partia Demokratike, partiçka demokratike, domethënë spiun të sigurimit shtetit që janë në krye të Partisë Demokratike, të gjithë spiun
të sigurimit të shtetit, po e theksoj dhe njerë që nga Berisha dhe të tërë me radhë, nuk do e dalë kur në mbrojtje të popullit, sepse ata janë udhëzuar dhe drejtohen nga komunistët e Enver Hoxhës dhe janë kundër pronës dhe janë për vjedhjen e pronës, janë për zbatimin e fjalimit të Ramizalis që thotë prona do t'i mbajmë ne, thotë, dhe atyre thotë nuk do t'u japim kur pushtet se baballarët e atyre i vram janë 45 vjetëve, këta nuk do t'i lëm, do t'i përzëm, ne do ikim dhe ne do rrim pushtet. Kjo është situata. Ne u them shqiptarëve çoni more të vdekur e të pambulluar, çoni more keni karaktera, keni turpe, cipe, ndere, keni familje, keni gjatë shqiptare ju që të mbroni pronën tuaj. Kata kushtetuese bëri Pons Pilatit. Iku me gjykatë kushtetuese ular. Nuk u ngrit në lartësinë e detyrës. Bëri Pons Pilatin, kush e një historinë e Krishtit e di mirë se ç'është Pons Pilati. Iku me gjykatë kushtetuese. Çfarë kushte pret ai të piqen? I ka thënë qytetarëve? Po ai nuk di të flasë, po ai nuk mund të artikuloj 5 fjalë. Ai di vetëm batutat që ka mësuar që kur ishte i vogël që e rrifnin me rryp të medhit e rrifte jati. Që e rrifte gjithë lagja deri në moshën 6-7 vjeç aty i jepnin kuris i kanë punuar qindin. Ai është njeri i dhunuar. Dhe nga një njeri i dhunuar që në vegjëli mos prit që të ketë karakter. Ka 4 mandate në krye të... Jo, nuk ja ka dhënë atij mandat. E keni gabim. Mandatet ja kanë dhënë komunistëve të Enverit, sepse akoma sot e kësaj dite votojnë komunistët që në fakt votojnë, që në fakt nuk është ashtu si është prezantuar, votat janë vjedhur, janë emëruar deputet. Dhe ai emërim deputetës është vendosur në 21 prill të 2008 me marrëveshjen tradhtare të përshtirë të Sali Berishës. Me atë marrëveshje që trahtoi demokratët e shkret që vinë që nga Gjirokastra, që nga Saranda, që nga Korça, që nga Tropoja, vinë për ta mbështetur dhe ai u bën xhiro në bulevard pa pikë turpi. Ore demokrat, ore keni inat ju, ore ka që pas vëndësueshme keni atë kufom ju që po tallet me juve, se po seriozisht po humbasim durimin dhe po ju drejtojmë në mënyrë më qytetare, më njerëzore, më shqiptare, po më të acaruar. Po na shkelin të ligjë të more, që bëni kështu. Po na shkelin deputet si të metpece si ajo e firi që quajnë atë deputeten. Nga PS-ja apo nga PD-ja? Nga PS-ja si e quajnë atë. O, Zeqinea, për atë do ta kish. Po, na shkelin Zeqinea dhe Tërmet Peçi. E kuptoni ku kemi arritur? Tërmet Peçi nuk di të lexoj dhe ato që ja shkruajnë të tjerët. Jo më t'i lexoj vetë. Tërmeti banditi dhe hajtuti 97 që s'kalën qytetarët në 97 pa vjetë pa platë shkitur në rrugën Kakavi me Maliej. Këta mos po në qeverisin dhe shqiptarët të rinë i shikojnë. Kjo është e të meshme. Kjo është, ore, nuk janë më shqiptarë, nuk i dua, nuk më përfaqësojnë shqiptarët. Nuk më përfaqësojnë, më kanë trahtuar. Kanë trahtuar gjyshë, katra gjyshërit tanë, që nga Teuta, nga Aleksandri Math, nga Skënderbeu, nga Ismail Qemali dhe nga të gjithë burrat që kanë sakrifikuar për të vënë. Na kanë trahtuar këta bastardë. Do t'i bindën deputetët të kryeministrit? Jo, do ngrihen të tërë, do t'a mbrojnë. Të gjithë. Janë bandë hajdutë zotëri, nuk janë politikanë, më keni qartë të gjë, por nuk guxon njëri të ngrihet atje të flasë ndryshe, sepse ndryshe e eliminon fizikisht ai me bandat që kanë rrugë. Janë fuqizuar bandat të mbrojtur direkt nga shteti. Kur them nga shteti, do të them nga policia. Spaku ka bërë ca goditje avokat. Të lutem. Ato që ka bërë Spaku janë që nuk i prishin punë e Ramës. Ati ku i prishet punë, si kundër qikoni mbron me këmbgulli hajdute. Avokat, ju keni thënë për Brown që është komunist, po tani edhe komunistët shkoj kërkoj 30, thotë që ajo rrezikon 35 vite burg, ka gjë që nuk shkon këtu. Me dorë të hekur. Të lutem. Spaku në presionin dhe urdhrat e amerikanëve dhe të gjermanëve që e amerikanëve që paguajnë dhe të gjermanëve, nuk e shikoni që është izoluar fare nga gjermanët Edi Rama dhe Shqipëria? A nuk e shikoni? Po shqiptarët nuk e shikojnë këtë gjë?
Por çfarë duan më këta, se nuk po kuptoj, çfarë duan më, që të marrin vesh që ne po na qeverisë një bandë hajdutësh. Ngrihen dhe thonë do ndryshojmë ligjin që të mos pësojnë gjithë, mos liqen penalisht hajdutët që kanë pushtet, ministra, kryeministra dhe presidenta. Por kishte bërë vaki kjo. U detyrua e ngarkuara me punë zonja Horn dhe u detyrua të vejtë atë kokleshin, peleshin që quajnë atë. Avokata, kemi kryetar kuvendi. Të respektojmë institucionin. Dëgjo, ata janë uzurpatorë të institucionit. Ata nuk janë të zgjedhur. Ata janë të vendosur, të emëruar. Ata janë bandë hajdutësh. Dhe ai po të kishte integritet, po s'ka integritet, po së mund të ketë integritet me Edi Ramën, ai më vej ketë tani mos e ulim pjacën kaq shumë. Po çfarë integritet do ketë ai me Edi Ramën kur Edi Rama auto do bëni dhe mund të pikë mbaroj. Se mendoni që gjermanët kanë marrë një rol të rëndësishëm edhe në SPAK, por edhe në Tiranë në këtë, si rrotullohen gjërat, si rrjedhin këtu tek ne. Përse? Sepse vetëm 2 shtete kemi miq dhe vëllezër në këtë planet. Gjermanët si në Austri dhe në Gjermani. Se dhe austriakët popull gjermanik janë. Austriakët janë më periferik në raport me lëvizjet, po. Okej, në histori po, i qëndron ajo, po për momentin janë gjermanët, zotëri, janë gjermanët, por e gjermanët do të arrëzojnë atë, si po e qef e kanë izoluar. E kanë izoluar, ata që janë shtet dhe popull mik për neve, për ne shqiptarët. E kanë izoluar, Shqip i thonë qërohu, ik nga pushteti, ç'ti thonë më? Por ai me Kallisteri, kryetari i Komisionit Politikës Jashtme në Bashkimin Evropian që ishte pak ditë më parë, nuk e takoj fare Berishën, e njëroj, tha shiko mua po mikin avioni, tha lere Berishën. Tani, që të rrëzojnë njërin, duhet ta ngrejnë palën tjetër, besoj. Ndërkohë që tjetëri s'po japin dorën fare. Kë palë tjetër? Ato që ju thoni janë bashkë, po ata këdo sjedhin që të rrëzojnë. Kë palë tjetër, të lutem, emeroj, cilësoj, kë palë tjetër? Po, ato që ju thoni janë bashkë, pra Berishën. Të lutem me mua, dëgjo, nuk të japë më intervista për fole pastër me mua, drejtësisht. Dhe të lutem do t'i transmetosh se që bëjmë këto debate. Po ju, avokat, ju e dini që unë nuk kam bërë asnjëherë asnjë prerje nga debate. Bravo, jam shumë i kënaqur se nuk censuron asnjë gjë. Ajo ja quajtur palë tjetër, s'është palë tjetër, zotëri. Jo, janë bashkë, ata e dinë që janë bashkë. Po këtë do sjedhin gjermanët, po larguan këta, këtë do sjedhin. Për të larguar këta dhe këtë do sjedhin? Po, se këtu janë shqiptarë. Këtu janë qytetarë shqiptarë, intelektualët shqiptarë, këtu në Tiranë janë, këtu në Shqipëri janë, këtu janë. Mirë po, akoma nuk është dhënë drita jeshile që të merret pushteti dhe të qërojnë këta. Dhe kjo duhet bërë në mënyrë më paqësore të mundshme. Nuk do bëjmë ne të vriten njerëz si që vrau Mubaraku, se aja të kërkon. Të dy këta duan të vrasin, se të dy kanë vrarë deri tani. Dhe 21 maj, 21 janarin e kanë bërë të dy bashkë. Të dy bashkë, gangsterët, katilët, kriminelët e komunistë që drejtojnë Shqipërinë. E kanë bërë të dy bashkë. Në Shqipëri zotëri, por zbatohet pik për pik porosia e Ramzdalis. Nuk do dorëzohet pushteti në asnjë mënyrë. Pra duan pushtetin ta mbajnë me luftë, duan pushtetin ta mbajnë me zor. Prandaj i them atij zotërisë Shpresës Demokrate, o dili zot vendit ose mos dil plasësh më atje. Avokat, me qeverinë teknike çfarë po bëhet me qeveri sot? Se di e që ka krijuar të dalë qeverinë teknike ku është ç'është. Se një njeri, kush e ka njohur deri tani? Edhe opozita është tërhequr nga ajo ideja për qeverinë teknike tani. Nuk është se e përmend shpesh opozita. Ndjes avokat, ata janë bashkë. Që t'je kuptove se gati i qa mund të t'je përfiti. Tani nuk kemi lënë pa diskutuar fakti që u kthye kryeministri nga Amerika, nga një pjesë e opinionistëve, është interpretuar edhe sikur ka një stepje nga SPAK-u. Pra, shiko, nuk do jetë më si përpara, sepse atje takoi Trumpin. U prit në Amerikë, ra gjithë ajo që kishin ngritur që nuk do shkoj, nuk do bëj, do të arrestojnë, jo dosja me Gonigal, jo do vinë helikopteri në Sorrel, më the, të thash, ai mire bukur vajti. Ku vajti? Atje me Trumpin, firmosën bordin e paqes. Ç'është bordi i paqes?
rëndësi ka emri Trumpi që lutem, vajti dhe mbështeti Netanyahu vrasësin, kriminelin, sadistin, kanibalin. Aty ishte edhe Turqia. Pra, ishte Izraeli, po ishte edhe Turqia. Kanibalin, Turqia ka interesa direkte atje. Ka interesa direkte. Ky që djallën e se më skërkonte që bajti atje, edhe mbështeti Netanyahu. Edhe Kosova. Se Netanyahu është kanibal. Dhe u kanë dalë letrat të tërë që janë kanibal, janë pedofil, janë vrasës, janë kriminel, bashkë me ta dhe ky juni. Ky Shqipëri se juni sështë. Pra nuk është të ndryshon që ishte atje që takoi Trumpin.